Mirë, me mua në studio është bashkuar avokati I njohur, zoti Romeo Kara. Avokat, mirë mbroma, kënaqësi që kësaj ere t'ju kem në studio. Mirë mbroma, deri më shpejt. Avokat, sot është shtyrë sërish dosja e Partizanit për të kaluar për gjykim ose jo, seanca paraprake është lënë për ditën e nesërme në orën 13, por çfarë pritet të ndodhë në këtë seancë të radhës, avokat? Mendon se do shtyhet sërish apo do kaloj për gjykim, dhe nga ana tjetër nëse kjo dosje do kaloj për gjykim, sa kohë duhet që të jepet vendimi? Pra, vendimi për Berishën do merret para datës 11 maj apo pas datës 11 maj? Shiko, kodi I procedurës penale nuk parashikon një afat të qartë përcaktuar me detaje, megjithatë, bazuar dhe në kushetut, në këtë kod, edhe në Konventin e Drejtave të Njerëzit, ku flasim për gjykimet të shpejta, efikase, nuk duhet kemi gjykimet vonuara. Në këtë rast kemi një gjykim thjesht vonuar për të seancë që është paraprake, e cila duhet kishte përfunduar maksimumi brenda 40 ditëve, pra kemi një afat ditor që fillon gjykimi pasi prokurori dorëzon dosjen, dhe një afat 30 ditor që të merret një vendim nga gjykata. Ky afat 30 ditor ka vajtur disa muaj, që nga momenti që dosja ka vajtur në gjykatë për të kaluar në gjykim. Pra gjykata sot ka marrë një nga masat, nuk ka njohur kërkesën e palës e cila po luan me procedurë për ta shtyrë, për efekt mendoj politik, që të mos shkoj zotëria me këtë njollë më të theksuar akoma, më të bolduar, në zgjedhje pra si një person që është në akuzë po që edhe ka kaluar çështje për gjykim. Duhet kishte përfunduar. Pra, brenda disa orëve, mbas 30 ditëve shqyrtim nga gjykatësi paraprak, që është një gjykatë filtri, pra nuk është edhe nuk ka vetëm thjesht një forme, nuk merr vendim për fajsim, por vlerëson provat, kërkesat e palëve, a është lishmëria për të shkuar në një proces gjykimi apo jo, janë provat e duhura, janë pyetur personat e duhur, a do pyeten prapë apo jo, pra jemi para faktit që kjo gjykatë o do ta kthej do ta pushoj, o do ta kthej për rihetim, ose do ta kthej për gjykim. Dhe nëse e çon për gjykim, e gjithë kjo procedurë, që nga fillimi deri në fund, s'mund t'i kaloj 3 vite, pra po themi mbase edhe për periudhën e dhënies vendimit formë prerë. Pra nuk ka shpresë që para datës 11 maj të kemi një gjykim të një vendim. Pra do të jemi kur kjo seancë një mujore u zgjat kaq shumë për te çdo logjike dhe pra mendoni se vendimi do jepet pas datës 11 maj, por jo, për këtë mund të jepet që nesër. Për kalimin për gjykim, por pastaj nëse do merret, nëse Berisha do dënohet apo jo. Do zgjasi se nuk kemi gjykim shkurtuar sipas palës, pra kemi një gjykim tjetër që do zgjas. Por avokat, a mund të dënohet Berisha në këtë dosje, pra në dosjen Partizani, pasi dikush do thoshte që është vështirë për të gjetur Berisha vajtor, pasi vendimi është marrë kolegjal. Po ne kemi parashikuar dhe kemi një procedurë penale dhe për personat juridikë. Përgjegjësia penale për personat juridik. Pra, nëse do të pranojmë këtë, I bie që ne do të vulosim një rrugë të quajtur ligjore për të justifikuar çdo vjedhje. Pra, si ata, si këta, I marrin kolegjalisht, edhe janë pafajshëm dhe mund të bëjnë çfarë duan. Nëse nuk ndodh kjo, atëherë o do pranojmë që jemi të paavë bëjmë shtet, se një shtet në një vend ku njerëzit nuk kanë drejtësi nuk ka shtet pastaj. Ky është sundim. O do pranojmë sundimin e këtyre qafirëve që janë dhe ata që ishin, dhe që kanë tepruar dhe kanë bajtur përtej çdo lloj, pra ka humbur çdo lloj sensi më njerëzor, domethënë, duke duruar këta, po dhe këtë sistem drejtësie. Kush është fajtor? Nëse delin 2 persona, 3 persona bëjnë vrasje, dënohen për vrasje. Po dalin 1000, nuk dënohen për vrasje, se që ka një grup I madh. Pastaj çdo të thotë, ne mendojmë se janë vetëm 5 persona që kanë bërë këtë zhveshje të vendit nga pasuritë publike, transformimin e tyre, përdorimin e shtetit dhe gjithë qeverisjes si një grabitje sistematike, duke përdorur, duke marrë peng institucionet qeveritare, drejtësisë e tjerë, si do I justifikojmë ne këtë? A janë për ne disa qindra, po dhe disa mijëra persona, dhe janë shumë pak krahasim me gjithë nocionin për të bënë drejtësi në këtë vend, për të paraqitur para ligjit? Nuk janë vetëm këta, mund të jetë një grup I tërë parlamentar,
mund të jetë një grup I tërë këshilltarësh bashkiak, mund të jetë një bashki e tërë, siç po del unë Tiranë që mund të shkojë tërë anërisht nesër të paraqitet atje zinxhiri komandues paktën, nëse janë të tilla duhet I shkojmë deri në fund time, jo të përcipta për temën që bëm drejtësi. Prandaj na ka borxh ky sistem drejtësie, këtë punë, që ky vend nesër mos shkojë në anarshi edhe në gjithmonë do shkojnë në një pikë ku do plasë ekstreme, edhe pse duket sikur po çfryn se ne po ikim jashtë. Po dha atje pash që njerëzit duan drejtësi të kthehen. Asnjë vend nuk bëhet si vendi ynë. E dyta, njerëzit ndjehen të përdhunuar. Kush je ti që me politikat tuan thua po do ri, po do mos ri. Po jo do ikësh ti si Çeço. Kushdo qofsh ti. 2 metra apo 5 metra, apo ky tjetër I qeshë. Nëse nuk e meriton, nuk do rish. Dhe s'do rish më në qeveri, pse ke një më të keq se veti atje. Nuk jeni ju me këtë lojën tuajt na thoni zgjidh o të keqin o më të keqin. Nuk ka më, domethënë. Ka vajtur thika në kocë. Të paktën sedra jon ka vajtur në fund. Nuk kemi më arsye të justifikojmë edhe zgjedhje më të keqe, domethënë. Avokat, për arsye të kohës dua që të kapet edhe disa tema me ju. Meqense ne folëm për drejtësinë, si e përcaktoni ju ofertën që kandidati e Partisë Demokratike, Adriana Kalaja, ju ka bërë publikisht votuesve për ta votuar atë në këmbim të parave, deri në 1.000 euro për votën e saj. Dhe nga ana tjetër, si e shpjegoni pse ka një eshtje? Është I pari rasti nuk do përgjigjem se kam konflikt interesi, jam në shoqëri që fëmijë me ish burrën e saj, Agustin Kolën, kështu që nuk do të përgjigjem kësaj pyetje. Duket se kam konflikt interesi realisht. Qartë. E shoh dhe si lajtite më tepër, nuk duhet të flasim për tjetër temë. Dikush do thoshte që Berisha avokat po duket më së shumti në këtë fushat zgjedhore si Biden me gafat që po ai po bën sesa si Trump, por pavarësisht se Biden I merr të keqen. Biden ka dalë në një pronësi, Biden I merr të keqen, është një nga vetëm moshën ka kundra, një nga politikanët më të konservuar që ka Amerika. Standard të tillë është vështirë të arrijë mbase dikush tjetër në Amerikë. Epoka ti mbase mbaroi dhe kemi nevojë për rishkundje sistemi, po ja. Por çfarë ndryshimi po sjell La Civita te Berisha, përveç sigurisht ato që ne kemi parë në dukje, syzet e errta, kapelja. Çfarë I mungon tjetër Berishës për të dukur si Trump? Unë thash, ai ka po sjell një variant kinez në thojza të Trumpit, edhe mund ta lyejë si Trumpi, por nuk bën dot. Vetëm formën. Flokët me të verdha. Trumpi është e bzer kështu, ta kthen përgjigjem 30 gazetari për ballon. Berisha nuk për ballon do të mos vetën tani. Mjafton ta lësh të lirë, është në rënë të lirë, ta lësh të lirë, koha ka bërë të vetën, është konsumuar, edhe vetë nuk ka ndonjë motiv, thjesht është një motiv mbijetese asgjë më tepër që po del atje. Po bën detyrën nganjëherë duket sikur po bën detyrën për të qenë atje, për ta bërë nga ana e jashtme, nga ana formës, asgjë më tepër, ka rënë në dorë. Ajo që është e rëndësishme për sot kemi një prononcim të Nul Mogës, që ka thënë, unë e kam firmosur kontratën me La Civitan, deri këtu ka rënë Berisha, në dorë të këtij personi, e të këtij niveli, ajo kontratë duhet parë. Besoj, përveç se do të lyhet e të bëjë një makjazh të palezetshëm elektoral, që është I panevojshëm se shqiptarët e njohin, duhet shohim të gjitha termat e kësaj kontrate, se zotëria ka thënë kjo kontratë do të vazhdojë. Pra për mua nuk ka qenë thjesht një kontratë elektorale, ka tentuar për lobim, a është e lishme apo jo, me çfarë parash apo jo, ne duhet shohim termat e kësaj kontrate dhe për këtë pres prononcim nga KQZ dhe SPAK. Duhet ta nisim kryesisht të punë, jemi shqetësuar. Nesër pasohet do t'i shohim, po jam I bindur që derisa fshihet dhe nuk jepet nga palët kjo kontratë dhe paratë me cilët po financohet kjo kontratë, besoj po krijoj tani besimin dhe perceptimin që është nga para jo të pastra dhe po përdoret për punë akoma më të papastra. Për qëllim akoma më të pisa. Avokat, kam edhe një pyetje të fundit për ju, meqense përmendet Flamur Nokën. Për sot fundit. Për sot, patjetër. Meqense ju përmendet Flamur Nokën, ka deklaruar në një dalje televizive se La Civita ka folur pikërisht në emër të presidentit Donald Trump, kur ai ka përkrahur Berishën. Por avokat dikush do pyeste mirë La Civita, që është amerikan dhe ka punuar për Trump. Po Flamur Noka, çfarë e lidh me presidencën amerikane Trump apo me departamentin amerikan të shtetit? Dhe nëse Berisha ka lidhje, si me Trump ashtu dhe me departamentin amerikan të shtetit, pse mundohen kohët për të lubuar? Në ngratën ja heq Flamur Noka.
Kam zgjedhur një status që vetë rrjetet sociale e kanë lidhur fjalën e flamurit dhe pastaj me fjalën e Lacivitas që odhi poshtë. Edhe kam thosht shkurtimisht. Foli Nuli, po janë nguli, Civita janë nguli. Domethënë e odhi poshtë Lacivita, i cili tha unë flas në emrin tim. Në emisionin që dha direkt, intervistën që dha, gjëre gjatë, urtullua disa herë Blendi Fevziu për të sqaruar dhe u sqarua, që ai vjen për hesap të tij, për llogaritë të tij, flet në emër të tij dhe në emër të klientit të tij, qyqar që mendon se mund të përfitojë diçka nga lavdia dhe fuqia në rritje e Trumpit në Amerikë. Mendoj që Shteti Amerikan nuk ka ndryshuar qasjen e Shqipërisë, por çudi ka ndryshuar qasje ndaj gjithë tjerëve. Luhet politikisht fortë, ato para do dalin nga vendet e pasura për të ulur dhe borxhin që ka Amerika, disa trilion, po në Shqipërisë jo. Pra, kemi një konsekuencë në qëndrimin që ka ndaj politikës amerikane këtu për dekadash, sidomos dhe ndaj drejtësisë. Po të shohësh dhe organet e drejtësisë, spaku që kohë, janë më tremëruar tani. Nuk doli fjala që ata e larguar, ja pa që i kemi pra prezent, do të jenë prezent, dhe mendoj që në bazë zgjedhjeve atëherë do të kemi një qëndrim të tyre. Por që është e sigurt që Lacivita në bazë zgjedhjeve nuk duhet më fare Shqipëri. Avokat, ishte kënaqësi e veçantë, pavarësisht se kohë e limituar. Faleminderit avokat, ishte në ora e fundit.